Ardit Gjebrea ka ndarë një mesazh të ndjerë me publikun që e ka ndjekur për vite me radhë në ekranet shqiptare. Ai është shprehur thellësisht mirënjohës për dashurinë dhe mbështetjen që njerëzit i kanë dhuruar gjatë gjithë karrierës së tij, duke theksuar se publiku ka qenë gjithmonë shtysa dhe forca që e ka motivuar të vazhdojë me pasionin e tij për muzikën dhe televizionin. Sipas tij, çdo duartrokitje dhe çdo fjalë mirë nga shikuesit ka qenë një dhuratë që ai e ka çmuar më shumë se çdo çmim tjetër. Në fjalët e tij, Gjebrea theksoi se udhtimi i gjatë në botën e ekranit nuk do të kishte kuptim pa publikun që e ka ndjekur me dashuri, si në koncertet e tij, ashtu edhe në emisionet që ka moderuar me profesionalizëm e përkushtim. Ai u ndal me emocion kur përmendi vitet e diela shqiptare, duke thënë se çdo sezon ka qenë një histori më vete, plot kujtime, emocione dhe njerëz që kanë dhënë gjurmë në jetën e tij. Për Arditin, suksesi i tij nuk matet vetëm me audiencën, por me faktin që ka arritur të prek zemrat e njerëzve dhe të përcjell pozitivitet e vlera përmes ekranit. Kam qenë me fat që kam pasur një publik kaq të dashur dhe të ndjeshëm. Ju falenderoj nga zemra që më keni ndjekur në çdo hap të rrugtimit tim, u shpreh ai me emocion. Në të njëjtën kohë, Arditi nuk fshehu gëzimin që edhe vajza e tij, Ana, po ndjek gjurmët e babait të saj në botën e televizionit. Ai tha se ndihet krenar që pasioni për ekranin dhe për komunikimin me publikun po vazhdon në familjen e tij, duke e quajtur Anën një dritë e re që po ndriçon në rrugën e televizionit shqiptar. Sipas tij, ajo e ka trashëguar natyrshëm dashurinë për artin dhe respektin për publikun. Në fund, Gjebrea theksoi se do të vazhdoj të jap më të mirën e tij për sa kohë publiku do ta dojë, ndërsa uroi që brezi i ri, përfshir edhe Anën, të sjellë në ekran po aq dashuri, përkushtim dhe profesionalizëm. Publiku është familja ime e madhe. Faleminderit që më keni britur në shtëpitë tuaja për kaq shumë vite, përfundoi ai me një buzëqeshje plot emocion.